Zbulimi i një laboratori metamfetamine të ngritur nga karteli i Sinaloa në një fshat të qetë të Francës nuk është një rast i izoluar, por një paralajmërim brutal për Evropën. Kimistët meksikan, të armatosur me receta droge dhe miliona euro për investim, po kërkojnë terren të ri ku të prodhojnë, trafikojnë dhe pastrojnë fitimet marramendse të drogës. Për këtë, ata kanë nevojë për partner lokal të besueshëm dhe këtu hyn bandat shqiptare, tashmë të konsoliduara si lojtare kryesore në trafikun evropian të kokainës, nga portet e Rotterdamit tek Spanja dhe Italia. Prej vitesh, strukturat shqiptare të krimit organizuar kanë ndërtuar një reputacion të frikshëm për efektivitet, besnikëri dhe punë. Kjo i ka bërë ato partner ideal për kartelet e Amerikës Latine që kërkojnë të decentralizojnë operacionet dhe të shmangin vëmendjen amerikane. Në një kohë kur autoritetet evropiane raportojnë rritje të konsumit të kokainës dhe përhapje të metamfetaminës, është naive të mendohet se Shqipëria është jashtë kësaj loje. Rrugët e trafikut që kalojnë përmes portit të Durrësit, lidhjet e njohura të krimit të organizuar shqiptar me Italinë, Holandën dhe Spanjën dhe pasuritë marramendse të padeklaruara në vend janë tregues të qartë se edhe ne jemi pjesë e zinxhirit. Ashtu si në Francë, edhe në Shqipëri, karteli i Sinaloa nuk do të vijë me armë në dorë, por me valixhe parash, receta kimike dhe ofertë për bashkëpunim. Tani çështja është, a jemi gati të përballemi me këtë rrezik, apo do të vazhdojmë të mbyllim sy derisa të jetë tepër vonë? Rruga e kokainës nga Amerika Latine në Evropë, origjina Kolumbia, Ekuadori, Brazili, Peruja. Rruga detare, ngarkesa e kokainës transportohet përmes porteve të Amerikës Latine drejt Europës, shpesh të fshehura në kontejner me produkte të lishme, si banane ose peshk të ngrirë. Pikat e hyrjes në Evropë, porti i Rotterdamit në Holand, porti i Antwerpit, Belgjik, porti i Hamburgut, Gjermani, porti i Algecirasit, Spanjë. Rrjeti shqiptar. Grupet shqiptare kanë krijuar lidhje të forta me kartelet e Amerikës Latine, duke marrë përsipër logjistikën e transportit dhe shpërndarjes së kokainës në Evropë. Rruga e heroinës nga Azia në Europë, origjina Afganistani, Irani, Turqia. Rruga toksore përmes Turqisë dhe Ballkanit Perëndimor përfshir Shqipërinë drejt vendeve të Evropës Perëndimore. Rrjeti shqiptar. Grupet shqiptare kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të trafikut të heroinës në këtë rrugë, duke shfrytzuar lidhjet familjare dhe strukturat e decentralizuara për të shmangur zbulimin nga autoritetet. Rruga e kanabisit nga Shqipëria në Evropë, origjina Shqipëria, veçanërisht zonat e veriut dhe jugut. Rruga toksore dhe detare, transporti përmes detit Adriatik drejt Italisë dhe më pas shpërndarja në vende të tjera të Europës. Rrjeti shqiptar. Grupet shqiptare janë të njohura për prodhimin dhe trafikun e kanabisit, duke përdorur rrugë të ndryshme për të shmangur kontrollet kufitare. Rruga e trafikut të armëve dhe njerëzve, origjina dhe destinacionet, nga Ballkani përfshir Shqipërinë dhe Kosovën, drejt vendeve të Europës Perëndimore. Rrjeti shqiptar. Grupet shqiptare janë të përfshira në trafikun e armëve dhe njerëzve, duke shfrytzuar rrugët e krijuara për trafikun e drogës për transportuar mallra dhe njerëz në mënyrë të palishme. Përfundimi, grupet shqiptare të krimit organizuar kanë ndërtuar një rrjet të gjerë dhe të sofistikuar të trafikut të drogës dhe aktiviteteve të tjera kriminale në Europë. Bashkëpunimi i tyre me kartelet ndërkombëtare dhe shfrytëzimi i pozicionit gjeografik strategjik të Shqipërisë i ka bërë ata një faktor kyç në tregun e palishëm të drogës në kontinent.